Shkrimtarja e re shkodrane Ambra Hysa promovoi 4 librat e saj. Promovimi i këtyre botimeve u bë në bashkëpunim me Lidhjen e Shkrimtarëve në Shkodër. Hysa shprehet se librat e saj i kushtojnë kryesisht të rinjve dhe temës së dashurisë. Jam shumë mirënjohëse që kam mundësinë që sot të promovoj gjithë rrugtimin tim artistik. Është cikli me poezi Balada e Bardhë, Lady Di, Dashuria në kohë koronavirusi, novela Lugë dhe Trëndafila dhe së fundmi Një dekadë dashurie. I kam promovuar her pas here, kam realizuar takime me të rinj duke qenë se target grupi dhe fokusi lexuesit e librave të mi janë kryesisht të rinjt dhe adoleshentët. Megjithatë, sot në bashkëpunim me shoqatën e shkrimtarëve dëshironim që t'i përcjellim gjithë librat së bashku, duke qenë se unë jam autore e re dhe jam në hapat e parë të këtij rrugtimi, me shumë modesti dëshiroj që t'i përcjell pranë lexuesit. Temat që unë trajtoj zakonisht janë temat e dashurisë. Thonë që askush më mirë se të rinjt nuk mund të flasin për dashurinë, të rinjt janë ata që lexojnë për dashurinë, edhe pse unë them që dashuria nuk njeh moshë. Përmes kësaj unë gjithmonë mundohem që të përcjell edhe mesazhe vlerash për familjen, duke marrë dashurinë një koncept më të gjerë se sa ndoshta të thjeshtë romantik. Kryetari i Lidhjes së Shkrimtarëve në Shkodër, Zia Vukaj, tha se Ambra Hysa është një autore që premton me librat e saj, ndërsa ka marrë edhe vlerësimet e kritikës. Është afru kohët e fundit pranë shoqatës shkrimtarëve të Shkodrës, është vajzë talentume, ka botu 4 libra, të gjithë në prozë, kanë veçori të ndryshme, por edhe para se me u antarësu tek ne dhe përgjatë procesit të botimeve, ka vlerësime shumë të mira, edhe nga specialistët e letërsisë, nga shtëpitë botuese, nga kritika letrare, pra ka vlerësime shumë të konsiderueshme dhe unë gjithashtu kam lexuar librat e saj, ka prirje për me shkruar prozën, ka aftësi, domethënë me shpalos narrativin e saj, ka edhe po them unë përshkrime, ka personazhe, ka digresione dhe përgjithsisht është një autore që premton. Ambra Hysa do të vijojë në të ardhmen me të tjera libra të shkruar nga ana e saj, duke tentuar që të tërheqë gjithnjë e më shumë vëmendjen e lexuesve.